Nëse asnjëherë nuk e ke kuptu këtë që të them tani, të lutem kuptoje tani. Asgjë në botë nuk ka fuqi mbi ty vetëm nëse ti ja lejon. Asgjë në botë nuk ka fuqi mbi ty vetëm nëse ti ja lejon. Nëse ti tani je në një gjendje shumë vështirë, je në angth, në stres, në depresion, në atak panik, nuk e di çfarë po ndjen, je kaq poshtë sa nuk e din sa kemi a dal apo kemi ngri në këmbë ndonjëherë. Mbeso këtë që po ta them. Ti je t'ia dhan forcën, fuqinë tënde, frikës tënde, asaj çfarë ti po ndjen, atij emocioni, asaj errësire. Ti je t'ia dhan fuqinë tënde. Ajo nuk do kishte fuqi mbi ty nëse ti s'do e kishe dhënë fuqinë që e ke brenda vetes, dhe ti e ke fuqinë brenda vetes. Çdo person e ka fuqinë brenda vetes. Por ti thjesht një atë fuqi ja jep diçkaje që ty don me të rrëzu, ja jep frikës tënde. Mos e harro kur këta. Asnjë gjë në botë nuk ka fuqi mbi ty vetëm nëse ti ja lejon. Vetëm diçka ka fuqi mbi ty. Është i madhi Zot. E i madhi Zot është fuqia brenda teje, është forca brenda teje, është dashuria, është paqja, është harmonia, është shpresa. E ti ke gjitha këto brenda vetes tënde. Sepse Zoti është brenda teje, por ti ke harru me e thirr Zotin. Mbeso, po, ke harru me e thirr të madhin Zot, ke harru me ja thirr emrin atij, ke harru. Sepse nëse ti do ja kishe thirr emrin atij, nëse ti e kishe besu se e ke fuqinë brenda vetes, se e ke gjithë një forcë brenda vetes, një ajo frikë nuk do kishte fuqi mbi ty. Ka fuqi mbi ty sepse ti ja ke leju. Ti se ke thirr emrin e Zotit. Thirr emrin e Zotit. Nuk po funksionon asnjë lloj teknike që ta kanë dhënë. Thirr emrin e Zotit. Zoti është brenda teje. Jo po pse s'më ndihmon. Ti nuk je e thirr. Ti nuk je e thirr. Ti nuk je e besu. Gjithçka ndodh sipas besimit ton, dhe këta na ka dëshmuar Jezu Krishti, që gjithçka ndodh sipas besimit tan. Ti mundesh me shëru veten në atë gradë, në atë mënyrë se sa beson ti veten tënde. Ti mundesh me arrit qëllimet e tua deri në atë pikë se sa beson ti veten tënde. Po ti nuk beson veten tënde, nuk e beson Krijuesin, nuk e beson Zotin. Thirrë more Zotin. Thirrë, je në gjëne të rënda, gjëne të keqe, je në emocione poshtë, nuk po din si me përmirësu veten. Merr frymë thellë, thirrë të madhin Zot, hey Zot, jam këtu, kam nevojë për ty. Të lutem, ma shëro trupin tem. Të lutem, ma shëro, ma largoj këtë frikë, ma shëro zemrën, ma shëro mendjen, të lutem ma qetëso trupin, të lutem ma qetëso mendjen, të lutem ma qetëso frikën, të lutem largoje i këtë keqe prej meje. Lutu Zotit, nëse nuk funksionon asnjë lloj teknike falënderimi tjetër, mos i thuj vetes, a unë po ndjem mirë, a unë jam mirë, a unë jam dhe fuqishëm. Mos ja thuj për momentin, okay, nëse nuk e ndjen, lutë Zotin, ai din me të udhëzu, ai din me ta largu. Nuk di se si ma ta shpjegu ndryshe i këtë gjë, se Zoti është ndjen, por unë sa herë e kam thirr emrin atij, ai ka ardhur te unë. Ai ka ardhur te unë, ai më ka shpëtu. Ai më ka shpëtu mu. Okay? Unë kam hec gjithmonë në dritën e atij. Unë kam hec gjithmonë në drejtimin e atij. Edhe nëse ndonjëherë jam largu, unë e di se ku largohem. Unë e di se ku largohem për Zotit. Sepse ne ka shkojnë në ashtërsirë. E më thot Zoti, sil, kaj të shku, hajde këtej është drita. Zoti e ka sill Jezu Krishtin në tokë për me na udhëzu, për me na ndriçu. Zoti është me shëru përmes Jezu Krishtit, është me shëru për me hecti sipas fjalës Jezu Krishtit. Nëse Jezu Krishti ka thënë që ti do vish, ti do shkosh te Zoti përmes meje, e ka thënë që ti shkon te Zoti përmes fjalës atij, përmes fjalës atij. Edhe fjala e Zotit është me shëru në Jezu Krishtin. O njeri, ki pak besim. Mos e beso Jezu Krishtin, besoj që ka një Zot, beso që ka një forcë gjithë pushtetshme,
një forcë kaq të madhe, sa mundet me të shëru, sa mundet me të drejtu. Ai të ka kriju njeri. Ai të ka kriju. Ti mendon se të ka kriju për me vujt. Ti mendon që ka kriju edhe nuk I intereson për ty. Se ma shkujti një djalë një ditë një koment më tha, Zoti na ka harru ditën që kena le. Jo, a kena harru na Zotin. E kena harru na Zotin. Nuk na ka harruaj neve. Aja është këtu për herë. Po se mos ta thrasim, si mos ta besojmë, nuk ka si me ndodhë. Nuk ke si mu shëru ti. Nuk ke si mu shëru. Ore, në qofë se ti je në vështërsi, je të kalu një atak panik se e kam pas një vajsot, më ka shkujt në 6 mëngjesit, se unë e kam një grup mëngjes, e kam hap një grup mëngjes që jam të ba me vajza, jam të folë për tilla tema, jam të folë për jam të folë si me këthy fuqin nga vetja, jemi duke bo aktivitet fizik, një vajzë mrekullueshme, një coach është më bashku dhe po bëjmë aktivitet fizik me ta, zgjojmë çdo ditë ora 6, bëjmë aktivitet fizik, e kthejmë fuqin ke vetja. O njeri, zgjohu e ban diçka për veten tane. Zgjohu e ban diçka për veten tane. Nuk mundesh ti mu shëru, nuk mundesh ti mu bë ma mirë në qofë se sillesh në njëjtin cikel, në qofë se je I njëjti person, s'ke bë asnjë lloj ndryshimi. Ndryshim bëjnë vetëm ato njerëz që dalin jashtë zonës komfortit, që bëjnë ndryshime. Çfarë ndryshimi të bë për veten tane? Përveç se duke adhuru krejt forcën frikës tane. Çfarë ndryshimi e të bë? Ti nuk je të ndryshu. Ti nuk mundesh mu përmirësu nëse nuk ndryshon. Dil jashtë rrethit, ban gjana, dil zgjohu herët mëngjes, fokusoja një kohë vetes tane, qetësisë tane, shpirtit tan, lidhu me Zotin, lidhu me veten. Shkruaj falënderim. Ban një teknikë fuqishme, ban aktivitet fizik. Pse njerëzit e sugjerojnë ma shumë aktivitetin fizik, sidomos për njerëzit që kanë ankth, që kanë stres, që kanë depresion? Pse? Aktiviteti fizik të ndihmon ty me u përqendru te trupi jot, me u përqendru te lëvizjet e trupit tan, me e kthy krejt energjinë te vetja jote, me e kthy fuqinë te vetja jote. Aktiviteti fizik të fuqizon. E ti nuk je të bë, ti nuk I të bë kur gjë. Ti thjesht je tu sjell aty për shtëpi. Pse më ndodhi mu kjo? Se ato largohet ndonjëherë kjo nga unë, nuk ka shndimi kjo, nuk ka pyetje që ty ka me të ndihmu. Okej? Si mundem unë mu përmirësu? Çfarë mundem e bëjnë këtë moment për me përmirësu veten? Okej? Po bëjnë diçka. Po bëjnë një aktivitet fizik. Po bëjnë një lutje, po I lutet Madhët Zot. Po I tham disa affirmime pozitive. Po ulem më shkruaj diçka që më ndihmon me kthy energjinë time nga e mira. O njeri zgjohu, çu prej gjumit. Çu prej gjumit se frika e keqe aty don me të maj aty. Don me të maj në zonën e komfortit. Don ajo me fitu. Don ajo me fitu te ti. Mos t'ja jep forcën tane. Mos t'ja jep forcën tane asaj. Po shkoj te Silva, Silva sot është në energji t'ulet, Silva sot ka mendime negative, Silva sot ka stres, ka ankth, po shkoj sot te Silva. Po shkoj sot sepse sot unë kam për ta mujt Silven. Unë po shkoj sot sepse sot unë jam në zonën më të mirë, në zonën më të komfortit, Silva s'ka fuqi, edhe unë sot kam me mujt ata. Edhe ka me mujt. Nëse unë nuk besoj që mundem me mujt ata, nëse unë nuk rikthej fuqinë te vetja, nëse unë nuk e besoj që unë kam fuqinë brenda vetes. Gjithçka është brenda vetes tane. Por që se më shikon mui që unë I tham shiko se ti ke ardhe dje, mu nuk kam vdek ku erdhe ti dje, ti ke ardhe par dje, ti ke ardhe para një muj, unë jam të gjallë. Çfarë do thotë? Kjo do thotë se unë jam ma fuqishëm se ti pra, se ti nuk mujte me mërzu mu, ti nuk mujte me mujt mu. Njeri, besoni pak në veten tuj, besoni pak në Zot, besoni sepse gjithçka ndodh sipas besimit tan. Ban diçka për veten. O e keqe ka me ekzistu gjithmonë, nuk ka të mirë pa të keq, as keqe pa të mirë. Po më varet se ti reagon ndaj të keqes, më varet ti se si reagon ndaj frikës, më varet ti se si reagon ndaj atij emocioni. Nëse ti reagon me frikë, nëse ti friksohesh kaq shumë kur ai vjen, nëse ti friksohesh në një situatë të vështirë që ato të ndodh, ka me të luftu, ka me të mujt.
Okej? Në që se i të banë dhe ndeshë, dy bukserën të banë neshë me një tjetrin dhe njani dërzat, e dërzat s'mune ma. E ka mujtë e tjetri. Por vetëm ai personi që nuk dërzat, që vazhdon, nuk dërzat, fiton në fund. Okej? Mos e dërzo forcën tane, fuqin tane, as kërkuj në botë. Mos e dërzo. E disha me u lexu dhe një citim në Bibël që e lexova sot sa shumë e fuqishme. Ta marr pak Biblën dhe t'ja u lexoj. Njëri si Filip du më shpjegu që nuk po ja u lexoj tani se ju të besoni në Jezu Krishtin apo duhet ju të besoni Biblën nëse i përket një feje tjetër nuk ka rëndësi, mjafton ti të besosh. Të besosh se ekziston një Zot që mundet me ty me të ndihmu me të shpëtu, mjafton të besosh ti te vetja jote. Thjesht po ja u lexoj këta për më tregu se sa i fuqishëm është besimi. Besimi se ti mundesh me dal. Pavarësisht çdo lloj situate ti mundesh me dal. Thu që Jezusi shëron një djalosh të djallosur. Është Mateu 17:18, është vargu 14 deri tek vargu 21. Thot, kur mbërriten te populli, ju afrua një njeri, ra një gjujnë para ti dhe i tha, Zotëri ki mëshirë për djalin tim, i bie tokës dhe po vuan shumë. Shpesh herë bie në zjarr e herë në ujë. E sollat e nxënësit e tu, por ata s'munden ta shërojnë. O brezni e pa fe dhe e prishur, përgjigjet Jezusi, deri kur do jetoj mes jush? Deri kur do t'ju duroj? Ma bini këtu. Atëherë Zoti i urdhëroi djallit, e ky doli prej djaloshit, që u shërua në atë çast. Atëherë nxënësit ju afruan veç mas Jezusit dhe e pyeten, përse nuk mundem ne ta dëbojmë? Ai u përgjigj, për shkak të besimit tuaj të pakët. Për një mend po ju them, në paqit fe, edhe vetëm sa një kokër si napi, e i thoni këtij mali dil këndej e shko andej, do të kaloj dhe asgjë s'do t'ju jetë e pamundshme. I ky varga shumë i rëndësishëm ku i ka thënë ky zotëria, i ka thënë Jezu Krishtit, profetët nuk mundet me shëru. Edhe profetët tani janë habit sepse nuk mundet me shëru dhe i ka thënë që s'ke mujt me shëru se s'ke pas besim se mundesh me shëru. Ti nuk ke besim se mundesh me shëru veten tënde, ti nuk ke besim se mundesh mu bë më mirë. E Jezusi i thot, unë nuk do jetoj gjithmonë mes jush. Okej, e ka fjalën që nuk do jetoj fizikisht, sepse shpirtërisht është për mua është brenda meje, Zoti ja brenda nesh, okej? Zoti ja brenda teje. Do jetoj gjithmonë brenda teje. Por ti duhesh me e besu. Ti duhesh me e besu ata. Okej? Se çdo gjë që po ndodh në jetën tënde tani, çdo gjë që po ndodh, sa do e vështirë të jetë, ti e ke forcën brenda vetes me e shëru, me e pastru, me e qetësu. Ti e ke forcën brenda vetes. Ti thjesht duhet me pas pak besim njëri, beso se ti mundesh me i lëviz edhe malet ka thënë Jezu Krishti kur ti beson. Ka që fuqishme është. Jezusi ka ardhur këtu me na dëshmu neve besimin. Se vetëm me besim mundesh me shëru, vetëm me besim mundesh me arrit gjitha ëndrat e tuja. O njeri çu prej gjumit. Çu prej gjumit sepse jeta nuk është një jeta fush me lule. Nuk do kishte kuptim jeta nëse do ishte fush me lule. Nuk do kishte kuptim. Ç'kuptim do ishte jeta nëse do shkonte vaj. Ka sfidat e veta, ka vështirësitë e veta. Gjithçka që të ndodh po të ndodh për të mirën tonë me të mësu, me të forcu. Për mu bë ti një person më i fortë. Dhe ti je një person i fortë. Ti je fuqishme, ti je i fuqishëm, ti e ke forcën brenda vetes, ti nuk je e pa në atë forcë, nuk je e pa. E nëse nuk mundesh me e pa në asnjë lloj mënyre, në asnjë lloj teknike, beson Zot, ti e din se ekziston një Zot. Absolutisht ti e din që ekziston një Zot. Inshallah. No inshallah, e them thash shpesh inshallah. Jo inshallah. Është e mundshme, kur na e besojmë nuk ka inshallah. Ajo bëhet, ajo kryet. Gjithçka ndodh sipas besimit tonë, absolutisht. Ti e ke jetën që e ke tani për shkak të besimit tënd. Gjithçka që ti e ke tani për shkak të besimit tënd. Atë sa beson ti një gjë, aq e përhapur është ajo në jetën tënde. Nëse ti beson se jeta luftë,
Nëse ti beson që jeta është e keqe, ashtu është jeta. E keqe, është luftë, është e vështirë. Por nëse ti beson që jeta është e mirë, jeta duhet me jetu pavarësisht krejt sfidave, pavarësisht krejt gjëra që ndodhin jetën time, unë do jetoj. Unë do i përjetoj, do i përjetoj jetën ashtu siç do më vije, nuk do rezistoj kur gjë, do jetoj ashtu siç më vjen jeta. Do forcohem, nga sfidat forcohesh, nga sfidat bash më e fortë. Harrova t'ju prezantohem se unë jam Silvia Pietri dhe kjo është kanali im Detektive Lumturisë. Dhe kjo është një rubrikë e dhjetorit që e kam quajtur Gromas, që flas për rritje, për zhvillim, okay? Për zhvillim personal, por thjesht sot e ndjeva i këtë video me e bë për me tregu ty që ti e ke forcën brenda vetes, okay? Mos e harro këta që ti e ke forcën brenda vetes, lutem mos e harro. Lutem çu për gjumit, lutem sot ban diçka të mirë për veten tënde. Nëse nuk e bën kur diçka të mirë për veten tënde, lutem bane sot. Bane sot se nuk mundesh ti me dash të kërkan, nuk mundesh ti me dhuru dashuri kërkuj, nëse nuk ke dashuri për veten tënde, nëse nuk e ban diçka të mirë për veten tënde. Çu sot e bane diçka të mirë për veten tënde. Çu se duke u përmirësu ti e përmirëson edhe fëmin tanë, edhe bashkëshortin tanë, edhe prindrit e tu, edhe kado që të rrethon, sepse ti ban shembull për ta. Çu e ban diçka të mirë për veten tënde. Se nuk mundesh me udhëzu as fëmit, nuk mundesh me udhëzu as kan kur je në gjendje depresive. Mos i shterro forcat vetëm duke ndihmu të tjerët. Është gjë shumë e bukur me ndihmu të tjerët, absolutisht është gjë shumë e bukur. Po ndihmoje veten para, se ka për të ardhur një moment se duke ndihmu s'ke për pas më energji me bën kur gjë. Fuqizoje veten tënde, dhe pastaj ke për të pas energji edhe për tjerët. Na jena energji, njerëz. Na funksionojmë me energji. Pse ulemi na e flejmë? Na karikohemi si telefoni. Unë karikohem si telefoni jem. Ulem, flej, karikohem. Nëse nuk flej, provoje ti me qëndru 2-3 ditë zgjumë. A ke energji më? Jo, fikesh sikur telefoni fikesh. Ti duhesh me pushu, duhesh me dhënë energji vetes, ti duhesh me punu me veten tënde. Ti duhesh me përmirësu veten tënde. Përmirësoje veten tënde. Dil prej asaj gjende si ku je dhe ti ke me qenë shembull edhe për tjerët. Ban diçka të mirë për veten tënde o njeri. Dhe mos i harro këtë që thash sot. I kam thënë prej zemrës, prej shpirtit, përmirësoje veten tënde. Dil prej asaj gjende sepse ti e ke forcën për me dal. Mos e harro Zotin kur. Ju përshëndes shumë njerëz edhe shikojmë në ditën e radhës. Mua.